Christian Spendi humbi një penalltin më të rëndësishëm që ka gjuajtur deri tani në karrierën e tij. Sulmuesi shqiptar nuk ja doli të jepte avantazhin Cezenas ndaj Catanzaros, që më pas shënoi golin e fitores. Rasti në fjalë i humbi mundësinë Cezenas për të ndërruar Serie A. Për këtë, Spendi u përlot pas vëshëllimit së fundit. Trajneri Cezenas ndërkohë ka mbështetur me fjalët e tij. Michel Mignani foli për Spendin, i cili me golat të shënuar ka nderuar më parë Cezena. Këto gjëra bëjnë pjesë në rritjen e një djali. Spendi është në vitin e tij të parë në Serie B dhe pati një gjysmë të parë të sezonit fantastik, më pak mirë në pjesën e dytë, por mori përgjegjësinë të shkojë te pika e bardhë. Penalltit humben, por futbolli përbëhet dhe nga shpënjime. Forca e një njeriu dhe një lojtari qëndron në aftësinë për të ngritur shpejt nga këto humbje, ku shpreh trajneri Cezenas.